Për këtë. Fillimisht, do shohim materialin e parë, ku Labinoti shohim që të ngacmoj Shkurtën, Edin dhe Klodin. Deri diku, në mbrëmjen e mbrëmshme, situata me Edin ka eskaluar. Shohim materialin. Como ta palu, como ta e koros, e kur ta shpalojsh edhe vijat e koros ta më të mitë se kush ta ka palu. Unë ke një shtare, pra verën e vo, as një trandafit, nuk qenë. Labi pipilia me 2 altia, një me veti e një të shpia, një me uj e një me struj, luj labi ditën ta paguj, oje. Natën e parë nuk kam dëshirë me të fy, edhe... Se pasën e kime unë fy, apo? Jo me të fy, jo, po me të... me qitë përdojës. Me zarvëzi kime më qite. Që është të ki plan, apo? Jo, nuk kam plan. Që po kujtojtë se vetën që pëta ti? Kam mundësi me më të regu, cilë është suksesi jo t'jetë sot? Komplet sukses. Cilën jo të regu ma? Ti ke qenë fanca ime, tu këqyrë... Po në televizion qenë ata... Foncja jute, që shënë njëri për airport. Por asë një muzik të sta dje. Ti për shpere kullë këtu. Te ke përdurë fotografin teme. Kryuar me qëllime caktume. Një për njerëzët që do më thonë ka mu thunë buku me konon. Edhe i di pikat ku i ka dhe për çka i ka. O, ti 40 herë në dite ti e nëzën vetën tune të rajt. Ti po më thumë unë jam fanë si jote kur sa ti jasë një muzikë, po ti ku hitërunin mëre offline? Ku hitërunin ti? Ty. Hajde, bros, hajde. A je gatshme që për Hajde. Po ti se fletë vërtetëm. Ky orë orë ekstra për mu, për unë qitë në zartës. Respekton më Ekstra orë. Edhe ti, edhe në cilat pika ka me tentu më prek. Unë me të prek ty? Po. Po nuk jeti gruaja me me të prek ty? Jo, se më të full preke fizike ti. Që do mi keq kuptuar diçka tjetër, po ta peroti sa ora. Pula kanë dhëmbët. Ej, shumë i ki faqët e mira. Sigurisht. Ti për i ki faqët e mira. Edhe vlok me gjallë shumë mirë po të rrinë për pjetë. Pa tjetër, ti e faqët e? Ani dhe jam. Ti edhe shumë artiste e kishaj, se kiset kanë mashtru. Do të vite aja emre që përmende, do të vi që ti, me qatë emre që përmende, ti ki dalë kundër atime, për humanizëm. A që shtut? E ki qujtë ato që është... Qatë fol, ti ke drejti, ti s'di me rajt kur. Jo, e ki qujtë ato që është hajnë. Hajnë? Një amaru një pil të kismet. Shkurta o kasat, mos harroni. Saj mu ka qu mesozha me zemra, 3 herë. Edhe unë s'ja kom pyes një herë. Ky ma ka qu mu kërkesën, edhe unë e kom shije dhe ja kom po blëk. Në unë e ty një shumë mirë jashtë, ki kujdes shafor. Po ki shumë kujdes shafor. Jo, ke po të një jashtë. Me ty e kom leton e jashtë, e din të e shfart mirë. A i të kërcënua? Jo, të kërcënua, po të Jo, kjo është kërcënim. Nuk do t'ja fali ko gjako Shkurtës që më ka thonë, buri martu me që kis. Është shumë e rëndë, për zotë. Unë e kam një gru jashtë. Për qenë që më mundoni me çdo kusht me që të kesh dikem. Jo. Vetëm me prova, do të thotë tok. Mos më qoti mu syt me zemra, mos më qo kompleti me zemra. Tani ka thonë një ti ma ke prej familjen. Ti nëse do shumë familjen të une, nëse respekton familjen të une, krijoje një lloj kornize, edhe mos del që jashtë atë korniza, nuk moj më të folën, kur ti je i vetëdijshëm, fjallë që ka pi ful. Unë jam burri martum, thash edhe babi dy fëmijëve, thash ani pra sillu, thash sillu si burri martum, si babi dy fëmijëve. Nuk jam pro, që ashtu me mirë priti njërë, se disa në stres e konë, unë e vesh dur t'ja kom po që shu kanë dritë. Gje, tho, Eduard Qabunë ta një vobën. Kom qef me testu në personin fjallë mos pëtën tën me i pëshkallëve të nejë. Unë besoj që ajo ka marrë një trishtim shumë të madh që ka me hyrjen time. Jam një aktiva Fund do dalë një si... Shkurtën. Shkurta, a mendon që Labinoti ka të drejtë në atë që thotë që nuk ngacmon askënd e mbi gjitha për marrëdhënie personale? Kisha dash me thonë një thonje që lidhet me këta çka është e bu Labi. Unë kur gjo nuk e urrej hajnin, se hajni ta vjedh pasurin, ndërsa shpikse dhe gënjeshtari ta vjedh gjithmonë në realitetin. E një prej njerëzve që e vjedh gjithmonë në realitetin është Labinot Regjaj.
Labi këtu orë me qëllim... Po regja, ne ta shqipton ma Ky mirë. është orë, për që ata që jënë fonë se jutja, a vëshe për ta nga të rejdhe mbi emrin. Që jënë fonë se jutja. Labi këtu ka orë me qëllime caktume, sepse në drejtim meje, i ka dikur një muje gjys që i ka njës qëllimisht të njës pej fotografisë. E mandej do me thonë edhe prej zemrave, gjanave tjera, të cilat unë i kam dëshmi. Labi Kecan e din shumë mirë, se ndoshta ky një popull mundet me rajt, po mu nuk mundet me më rajt. Kështu që ky orë me qëllime caktume, mu këtu mrena do me thonë më ka prek edhe moralisht, sepse më ka thonë e degenerume kër më kontu e përshëndetë nanën. Besoj që këtu video i kini, po nuk e dija do t'i transmitoni apo jo, edhe prej së orë ka bo loj provokimi, me qëllim që me tentu mu më qitë prej vetës edhe më zirë me zartë të zi. Mirë po, unë mendoj që Labi Kecan mund me pas vetëm një andër dhe një realitet s'ka me ardhë kur asë edhe një here. Se ky ka qenë një prej njerëzve që ka pas shumë dëshirë të madhe për me hi mrena këtu në Big Brother edhe është në gjendje për me bo gjithçka. Sa që edhe ka përdor imazhin tem, palejën tem, që ka bo shkrimet të tilla në lidhje me Big Brother, sepse ka dhe persona këtu që të ishin mos e cekni të kaluarën jashtë aktuit, po minoj qa ku të bëj jashtë Big Brotherit. Realisht ky i ka nis para se me Big Brother e ka përdor imazhin tem. E kështu që unë kom pas atë në mbetje dhe nuk e kom prit mirë për shkak që i ka prit keqës. E një njeri i cili prind të keqës dhe është shkaktari vetvetes, unë e veç muj me thonë lirisht e bajsh me shnet. Shkurte, aty brënda për çfarë po gënjen Labi? Mund të marri replikën, lutem? është orë tu, pi përdor historitë e njerëzve, e cila, do me thonën, është diçka shumë e keqe, sepse nëse ti je lojtari fort, krijo diçka këtu në brenda, dhe mos u merr me historitë e njerëzve. E ky po merr, do me thonë, të gjithë secili me histori. Po mduket jo vetëm me letër njoftim, po ky u hi hallën, dojën, tezën, kushirit krejt, u shku i ka vetë një ka një. Po me këtë sente unë s'ja qetës. Unë njëherë kom reagu, edhe mos kom reagu se ja kom ditë qëllimin. E kur ja di, do me thonë, qëllimin mu së më bën përshtypje. Po. A mund të replikë, lutem? Ti ki lujt fleqt. Faleminderit shumë. S'pari ne jemi shqiptar dhe armikun dhe mikun, kur vjen në shtëpi, gjithmonë e presim edhe po tjetë edhe armikun. Edhe po tani, kjo të gjithë, ju lutem, unë nuk dërhy, unë e kam edukat, edhe kam kulturë. Unë nuk dërhy kur, nëse do të shifni që do njerë do dërhyte dikush, pa e kry fjalimin e tyre, unë që të sot do të largon nga kjo shtëpia. Nuk dërhy pa e dëgju, edhe nuk kam dëshirë të më dërhyni. Ju lutem, flasë me plot kuptimin e fjallës time. E kam kulturë dhe nga familja, edhe kam edukat, atë sa më kalon zoti. Tani, ne shqiptar kemi pritur edhe armiku në shtëpi, edhe kemi thënë, derisa nuk të shoh, e ke besën. Në moment që nuk të shoh, nuk ke më besë. Kjo që në fillim, edhe po tisha hipotetikisht ashtu që thot kjo, unë i kam një gru jashtë. Kam nën që është pa babajnë tim që nga mosha, më thënë në moshën 36 vjetë, 37 ka met pa burë. Mu më shikojnë familja ime, më shikojnë, dhe më thënë 30 vjetë karierën time, të më pretë kështut, e të më sulmon kështut, kjo nuk ka asë, dhe më thënë nuk ka, për mu nuk është personi i drejt edhe nuk është personi i shpirt që ka se shqiptar, e presin edhe armikun koft. Nesër mu të flasim, po jo tani që në fillim. Labi, e kemi parë që të ka prekur edhe historia e